Dita e dytë filloi me një nga atraksionet më të famshme të qytetit të Bregencit, Fenderbahn. Këtë ngjitjen me teleferik në malin e Fenderit e kemi përjetu jashtëzakonisht shumë. Për adrenalin edhe lartësi, asnjëherë nuk jam skeptike, përkundrazi tepër i shijoj. Mas parti jemi akomodu në Skyline. Doan ka qenë veç pak minuta larg Bregencit. Një vend shumë i pastër, modern edhe ideal për familja. Nëse veç jeni tu planifiku dikon me shku në pushim, tip si jam është me rezervu paraprakisht. Edhe ditën e fillum, aktivitetin e nisem me teleferikun e Fenderbahn. Biletat i kemi rezervu me shku edhe me u kthy. Adrenalinen që e kena përjetu këtu 6 minuta ka qenë tepër e veçantë, sidomos fëmijët e kanë shiu shumë këtë pamje. Jemi ngjit rreth 600 metra nalt. Në maje na ka prit një pamje fantastike mbi liçenin e Konstancës edhe Alpeve. Sidomos kur moti është i kfjallt, munen mu pa edhe majat e maleve në Austri, në Gjermani edhe në Zvicër. Nuk është rastësi që Fender është një nga pikat panoramike më të njohura të këtij rajoni. Sa kemi mri në maje, jemi nalt te harta me pasi çfarë aktivitetesh na ofron. Ka shumë aktivitete edhe për tritur edhe për fëmijë. Ka shtigje për ecje, restorane, kënd ludrave edhe park me kafsh. Ndalisën e parë e kemi bu të dyqanit me suvenira. Po e kemi marrë ka një kujtim të vogël secili. Masane kemi fillu parkun alpin me kafsh, hyrja ka qenë falas. Është një eksperiencë tepër e bukur, sidomos nëse udhtoni me fëmijë. Edhe pse minutat e parë kanë qenë me shi, na nuk e kemi lënë me na prish ditën edhe e kemi fillu aktivitetin tonë. Qysh e kanë gjermant këtë shprehjen, nuk jemi prej sheqerit që të shkrihemi. Çka më ka bu përshtypje se ka pas shumë vende për piknik, prandaj për familjar është një destinacion ideal për gjithë ata që dojnë me kalu një ditë në natyrë. Nëse ju pëlqejnë videot e mia, bëma një follow në TikTok edhe mos harroni me abonu në kanalin tem në YouTube.